projekti më i ri realizuar me videoklip nga Ne Kemra. Ne kemi falënderuar për kohën. Faleminderit shumë për ftesën, normalisht me ty u kënaqësi gjithmonë, po edhe Radio Televizioni Kosovës është një vend ku u rritëm gjithë. Pa i shqyr që ekziston mediumi si Radio Televizioni Kosovës që nuk bën kompromise për vlera. Dhe më thonë edhe gjithmonë artistët që kanë vlera dhe japin më të mirën për artin shqiptar janë gjithmonë pjesë e të kësë. Është mos e vërtet nga fillimet e mia, mbajnë mend, nga fillimet e mia kur asnjëherë nuk ka pas hezitim në Radio Televizioni Kosovës. Tu pas parasysh normalisht edhe Yzmetin ja kena bërë me projekte të bukura. Një kilo së bashku të festojmë. Kush e boni? Kjo këngë e kam nxjerrë enkas për festa. Do me thonë, na kemi shumë festa, që kena popull festiv. Kena qef shumë me festu. Vitin e ri. Dhe pash për vitin e ri, deshta me dediku një këngë, edhe këngën e kam kompozu vetë. Një këngë që ma ka dhonë një energji jashtëzakonisht mirë. Saimir Qili e ka orkestru këngën. Dhe mënyrën orkestrimit e kom pas dëshirë tjetë kështu, festive, tjetë atmosferë, me harre. Edhe, do më thonë, ta kemi një këngë që gjdo fest hajde bashkë të festojmë, se për një me kur qomi, bashkë festojmë, bashkë gëzomi, një farë formi jena, një farë populli. Gogja festiv. Edhe mendoj që ka dalë bukur, unë jam kom qenë shumë i kënaqur me. Ajo që më lem për shtypje gjithmonë, që thamë te videoklipet i qanë. Nuk kurse është, do më thonë, këtu ishëm minimalisht dhe ja 15 vetë tjerë që më thonë kur ka një vi logjike, ka një vi dramaturgjike, ka skenar, ka realizon, do më thonë, ta mënë mirë, sa të mërë ko? Kush e boni, kujti falenderosh sot? Videoklipi është punu prej Asha dhe Dream Film, do më thonë janë një bashkëpunëtor që 15 vite që punoj. Ideja ka qenë na krejt kërë bëjmë një fest, në shpi ftojmë musafirët. Ti e ko një koqirë? Një koqirë. Kjo është shpia jem, kjo festa jem, që i kam ftu shokët, shoqet, miqë, dashamirë, edhe kemi pas vitin e ri këtu me festu. Qere, ki pas edhe arsye për me festu më në fund, je vo dhe babë, edhe ku ka pas fest. Për mduke që ka qenë festa me ma dhe jetës. është mëse e vërtet, ka pas shumë arsye, tashmo veç se fmit edhe më rritën pak. Po, normalisht ata janë festa më e madhe e imja, edhe është arsyeja pse unë sot po jetoj. Edhe arsyeja vetme, do më thonë që unë po mundona që m'ja letu jetën aty, ne? Që ata me pas pak më të letë sa që e kom pas une. Unë e faleminderit prindve e kom pas shumë të bukur jetën, po fëmijët e mi ta kemë pak më të mirë sa une që e kom pas. Tu e rritë edhe. Po arsyeja pse sot jetoj e pse punoj janë ata dy. Edhe kështu që normalisht që edhe kjo ka qenë një nga arsyet me festu. Një për fesa, pa tjetër. Po, kjo besoj që i përshtatët kërritve. Absolutisht. Se dhe teksti është hajde bashkë të festojmë, një varëpon me gjdo gëzim kërë ka njeri me shumë. Se cili kur bëhet prind i mbledh shok të feston, se cili kur martohet i mbledh shoqërinë e feston. Domethënë gjithmonë është një këngë, një gjetje fantastike. Sa të ka ndryshuar qenuni të babë tash prind. A është ne kia ma ndishëm, ti e konë gjithmonë atyre but, ti e konë bashkëpunu se nuk e konë kur, unë së të zja, a përtet në herë në ke? Na i herë me vërtit, po, ka pak, tash po, për një po duhet, se, shiqa, është energjia aty me dyve vezlive të mi është, ja zakon, unë nërë po që ditna, që është e mundu fëmi 3 vjetë në posë, qëtë shumë energji, do më tonë, na lodhin, edhe ata s'lodhin kur, po normalisht tash duhet në njëherë dhe me kuptu seriositet. A janë një vezor bineshtë? Jo, nuk janë komplet të ndryshëm. Edhe në karakter, edhe në pamje, në gjithë shka janë 2 vezor. Edhe ndo njerë tash është edhe përgjithësi e madhe me eduku. Nërë po thua po di. Tash, nështë me folë ma seriosisht, po duhet mi vërtit, mi tregu disa gjona që zbën. Do njerë po tutësh, po rezikojnë, për shamu e kanë tash një fare dëshire me ikë. Kur po dali mes, e tash po frigosh se mos po del në një makinë, në diçka, ma e po dush mi bërtit në shtapakës, me pa ta seriositetin e situatës. Ma e po thu mos bona gapim pak që mësë të prova. Mirë po unë jom shumë i but me ta dhe i durushëm, jom ma shumë nana vetë, nana e fëmijët mi, gruja i me zana, është pak ma e shtirë. Me gjitha ato unë mundona pak me qenë ma i but. Po gjithmonë e lojmë rolin e polisit mirë dhe polisit shtirë. A ka përmbush emocionalisht shpirtin është dhurata më e mire jetës? Pas një dyshim. Ajo mrekulli është, unë të tash edhe parës në menisë emisioni, inshallah shumë shpejt ka me ndodhë ty kjo gja, nuk ka ndjenë ma të bukur në këtë jetë. Nuk eksiston.
ku me ndu që kur ka me ti pauzu projektet, nuk i me kona ideali aktiv që gjithmonë dzirë kongë, minimalisht i mbjet 3-4 albume, sjell gjithmonë, je konë super dinamik, por që nuk pat në efekt. A për të erdhe i bëhone ja 10 kovera, të rëgona pak. Po, është dhe vërtet, qëre, na punën nuk po mujna me ndalë komplet. A më ka reduktu në disa sene tjera më ka ndalë, do me thonë, tash po thuj se shumë rallë muj me dalë, diçka se kohën kur për kom të lirë, vetë vetiu po ki dëshirë më konë shpi me ta. Vetë vetiu, do më thonë deshte. Tash, nuk po kom nësha shumë kohë me njerëz mu taku, ajo pak po mungon, nështë ta mirë, po ku po vjen puna që përshë që tash duhet më bo një projekt, atërë pigraj projektit. Për shkak se edhe kemi edhe punë po kena mjaft, edhe për kena sezonat, i kena gjithmonë, për shumë vjen nëntori, djetori, është zjarë. Zjarë. Nuk i koas me quk kokën. Ta është ti përdush edhe me shku me knu, edhe përdush me ardë gjenjë. Ta është fillën marsi, prilli, maje, tani apet koriku gushti. Mande koriku gushti, pak në shtator, mande merë vetën, një farë periude vogël, një 15 shtatore bëj pushim kështu definitivist, mande apet vjen 8 nëntor, 10 orë që është njëjtën kopi kemi edhe media që kemi bashkëpunëtor shumë vite që programet festive, programet e verës. Tash krejt jo në këto periuda, tash kur metët në i ditë e lirë, tash më që me dalë. Me shëshnim, mos mja dediku fëmive që me zispo presin me të po në shpe. Aty pak jo më reduktu në atë aspekt. Normalisht edhe projektet e sen nuk i kom në atë nivel që i bojsha pa nalë, po bëj pak një atë 20-30% ma pak, po prapë se prapë nuk nalë, absolutisht. Se nuk mujmë, na jetojmë prej kësaj punë edhe. Po dhe ja jep hakun, i kështë zgjedhë, sa kangë 10 kovera që i kështë ri për punë? Po, nuk janë komplet kovera, aty është edhe një kangë të ndjerit babaj tim, që kom pas dëshirë mi rikëthy, ato kër i kemi gjizu, a i vetë se ka qenë në jetë, dhe mirë po dhe djene ka pas jo aqë. Mirë po kom dash një kangë të ti të kompozume në vitet 80 dikun, me rikëthy, që ja kishte dediku nanës ti. Edhe flokë bardha thirët, ajo kangë, edhe ato e kemi bo live. Kjo për mbledhje, ose kjo album live, ose ti themi si CD live, album live, u punu pakës ma herët. Mirë po esenca o që është e bukur se është komplet unplugged, edhe jo në 6 instrumentista prej matë mirëve ndoshta në Kosovë, që kanë lujt live 100% në atë projekt. Ka qenë një projekt besoj i bukur, pak më ndryshe, i realizu mirë, zakonisht mirë, është punu në studion e Florentit, muzikantat jonë se cili më i mirë se tjetëri, e kemi Artanin aty, e kemi Dalvinin, kemi Valonin në gitarë, kemi Arsimin bas, mos harroj dikon Dionisin në klarinet, Gjemili është në perkusione, do më thonë... Jo, ekipa ma e mirë që i kemi, instrumentistat ma të mirë që mund është mi grumbullu, pa diskutim. Me të cilët, do më thonë, kemi ju në studio, i kemi lujt kangët, në mënyrën që ata i kanë dje. Bravo. Pa u sforcua. Pa u sforcu, do më thonë, forma kemi dash me qenë një sound unplugged, një sound pak më ndryshe, dhe i kemi këthy disa kangë, korqare, disa kongë. Jo, që pi marrë me radhë, o Bilbil, pëtëpuri me mëngjez e mora Dajrën, Ristana, në moshën e pjekuris, qejfe, do më thonë... Jo, kongë që unë i du shumë. I du shumë. A i performant tjetë atë kongë, i ki performu edhe në programje? Po, shumicën 90% në aty në i performujnë në programje, 90% i këndojmë. Po, janë edhe për shambull disa kongë që pak ma pak jo rikëthy. Për shembull është Bilbili që pak ma pak o përpunu që mu pëlqen tepër, është super kongë e bukur, për marim shembull. Ose Harroje është përpunu mjaft mirë, po viteve të fundit përshof që pak ma pak, më pëlqen mu tepër shumë. Pastaj është shumë e bukur. Kur i këndon edhe live në programja, ka shpërthim, ka me njerë, e vrenat më varë dhe prej shijeve të njerëzve. Për shembull, nëse janë gjeneratat pak ma të reja, nuk o që shumë këto gutat reagojnë. Mirë po me bo me qenë pak generatat mosh maka na e mesme, ose pak ma të vjetër, ata i përqenja zakonisht shumë. Për shembull, me këndu Bilbilin, ose me këndu cilën do të një për këtyne, ka raste, për shembull, befason dikush të alyp një për këtyne kongve. Ka shumë që e dojnë Ristanën, për shembull, që e përmende. Te na pak kom një edhe qefe që e kanë bosi kove, shumë pak, ka qenë një kongë shumë e bukur, Muslim Lelia. është interesant, ki gojja një vesh, që me thonë, të mirë, dëgjën kongë që shumë klenesht nështë asë kemi dëgju.
A qa shumë e dëgjon muzikën, e donë muzikën e vjetër qytetare? Po, muzika vjetër qytetare është një pasuri kombëtare. Absolutisht. Tash, une ngoj, di pak, po ka njerëz muzikanta që din edhe ma shumë se une. Mirë po une mundon a gjithë më kërë një këngë të bukur, më prit ta marrë shto se po më pëlqen, edhe nisi e ndëgjoj. Për shembull, për marrë një Netët e Selanikut që është në aty në bashkë në atësi. Unë se kom një në Kosovë që ka këtu dikush, po super e bukur e këngë, pezojmë. Tash, gjithë më kom pas qef, thëshë, hajtë ta përpunoj, edhe e kthej. Do më thonë, kjo është arsyeja pse kom qef mi kthy do këngë, që të paktën arbër nëse arri të një ideal i ri, 20 vjeçar, 18 vjeçar, 17 vjeçar, me ja tregu një këngë, po, me ja transmetu, është një kënaqësi, për shkak se dikush i ka pru të na, edhe na me ja që dikuj tjetër, një farë gjysëm misioni rujtjes traditës kombëtare, rujtjes traditës muzikës shqipe, mos me thonë që na bebojmë nomin, po se cilin nga ne këngëtar muzikantar. Mos me boj heq vish harrohet, shtu që po bojmë një punë të mirë. Edhe Perun i vlerë kombëtare, se sot muzika reali, gjeneratat e reja, nuk o që i dëgjojnë të këngë. Na ka marrë ai komercializmi botnor, ai trendi i muzikës që është shumë e shkurt, dhe më tonë del një këngë me gjithë se une i uroj repera që po bojnë muzikë mirë, po 2-3 muaj edhe mas 2-3 muaj më harrohet se ekziston. Edhe nuk mundesh me thonë që është ajo vlerë e jona. Do me muzika rap dihet për ka ardhë, mirë po këto, muj mi a transmetu fëmijëve tonë, me të mësonë me ndëgju edhe kësi muzike, ndëgjoj edhe muzikën rap që është top, sot në botë, po ta rujmë edhe këta. Ne ke zakonisht para verës, në këtë pjesë kur jemi, nuk mungojmë bashkëpunime, ki pas bashkëpunime që edhe sot dëgjohen ato këngë, ato projekte. A jeto me ndu me godit me nej këngëtare, me nej këngëtar, me nej bashkëpunime interesant para verës? Po që ka o interesant, më dhe kam kompozu dhe një këngë që këto ditë veç se fola me dikon për një bashkëpunime, po s'përboj publike se cili pi ka obligimet e veta, planet. Edhe kur po bisedojmë për shembull veç se dikush i ka 2-3 bashkëpunime, tas po mundesh me bu 4 bashkëpunime me një koleg që veç se i ka 2-3, se e upat ekskluzivitetin. Kam një këngë shumë të këndshme, bashkë para sezonale, dhe është e bukur, që kam kompozuar, kam shkruar edhe tekstin vetë, edhe para 2-3 dite, bona i sinqert, më lindi ideja, thash pse nuk e bëj një bashkëpunim. Shumë mirë. Nuk e po ata as në plan para një jave, do më tonë s'ke as tem. As tem s'ke, mirë po thash, hajta shof, ndoshta, nuk po thom 100% që e bojmë, po ndoshta, po këshyri me dikon, ndoshta ka gjasa. Ka gjasa. Qfar zhanri, qfar natyre, qfar stili këngës është? është një balad, jo shumë balad e zakonshme. Balad ritmike që vjetojna? Pak balad që ta jep një energji pozitive. Se jep një energji të bukur, edhe që ka një mesazh shumë interesant. Po nuk pe zbuloj mesazhin. Ki me vi melodike, me tekst, me krejt? Po, është e kryme. Teksti është i kryme, via melodike është e kryme. Do më vetëm orkestrimi ka ngella. Edhe kom idenë, edhe klipit e kom idenë në kokë, që shkena me bo. Vetëm nëse kam kolegen, që do t'jetë vajzë, veç ta gjej me kush është interesume, po mëndoj që interesume. Nuk është në atë aspektin, edhe që për shtatëmi, edhe që nuk kanë, se për shembull që bisedova me një bashkëpunëtore që e kam, ajo veç se i ka 3 bashkëpunime këtë moment. Të katërtën mujna me bo, po mos po bohemi të tepërt. Që po mendoj mund t'jetë të tepërt, tash duhet me pa dikush që ka, nështë që s'ka në një bashkëpunim edhe me në zonë. Unë jam i thari bashkëpunimeve, se mendoj që 2 tabore, 2 targetet të fansave bohëm bashkë. Edhe është diçka e mirë, është një gërshëtimi i 2 botnave dhe ta jep një fillim krejt të ndryshme. është shumë e vërtet. Këto, tash në aspektin e neve të live-it, na jena pak ma dopt në bashkëpunime, nëse e shofim me këta të muzikës rap që po bojnë. Që ta kanë kohë? Ata i nxjerrin se cili me se cilin bashkëpunon, s'pak ku ka një 5 projekte në sezon, si bashkëpunime, që unë për i komplimentoj dhe për i vlerësoj e zakonisht shumë. Për shkak që po thujem, po janë 2 ngjyra, po janë 2 personazhe, po janë 2. Në atë live-it shumë ma pak po ka bashkëpunime, ka, nuk është që s'ka, mirë po gjithmonë jemi ma dopt në drejtim, për që atë nga kanë mujtë ata pak ma shumë. Vish kur po del ka nga mirë, atër po është ka e gjatësi. Shumë e vërtet. Ka e gjatësi, ka nga milionorën që e ki pasë, shambull i kje dhe fisnikët që kanë me hekurani, kanë që jetojnë
jetojnë gatë. Jetojnë. Avena nuk harrohen, kështu që... Na me Leonor e kemi punu 2014, në lasot për dëgjohet, është e bukur. Është e bukur. Mendoj e mirë që të kanë. Definitivist, edhe është këngë shumë e bukur që kam punu, është shumë ndryshe. Ta shojmë këto ditë ndoshta veç marrim një vendim, ma mërë meja që mrena javës ardhshme duhet më marrë një vendim. Ose me dalë vetëm, ose bashkë me ne. Po du me publikuja zakonisht shpejt. Edhe javën ardhshme me siguri e marrë një vendim edhe ta shofim. Kjo ke ide e këtyre ditëve. Ne ke se minutat shkojnë, shkojnë shpejt, nuk du me hinë hakur kujna, këndo me falenderu, qofë për coverat, qofë për projektin e fundit, për punën, për gjithçka. Që jo epim kreditat që e meritojnë njerëz. Po, unë bashkëpunoj me Albanin, tash e 15 vite po thujse, për videoklipin, edhe jonë gjithmonë krah, qka do që kom ideja, më rinë aty, dhe normalisht ju kom falenderu gjithmonë dhe ende vazhdojmë ju falenderu. A do të tregu një fore me Albanin, e vërtet. Ajde. Ka qenë Gazeta Express, botoj ke për blerën gjithë ditë ka i postim. Edhe shkon Albanin Express, sot, a ma thirë një pronarin blerën, a këto. Do me nu që kam një blerën vetë fishet për vetë. Edhe ata e shok me zveti. Edhe ata e shok me zveti. Shok për bashkët blerë është shumë shok i mirë. Po e di që Albani me blerën të jashtë zakonshme me kone. Njëherë, tashe, ma beti për lidhë, njëherë kemi qenë në një festival, unë Blero dhe Albani, edhe nuk e di që na këtu një shpej, po më do këtë kena shku bashkë, po kërina do, më do këtë Blero ka pas met, na zdi që na këtu, edhe ka qenë një farë mrami, shumë bukur, edhe kështu Albani me Blero dhe përshëndesim. Jam fantastik, duhet e ka një omor të jashtë zakonshme, me Albani kjo gjithmonë e mojnë men. Për projektin e fundit, po du me falenderu Sajmir Qilin për orkestrimin, me të vërtet ma ka bu orkestrimin që ashtu qysh unë e kom dasht. Vetëm ja kom spjegu që kom edhe për 100% ma ka orkestru. Taman ajo popullorja Shqip që na e kemi, që t'inglon, pak edhe një farë moderne, po e ka edhe klarnetin live, edhe violin live, edhe harmonikën e ka live, edhe krejt instrumente, do më thonë që ashtu jenë të gërshetume, që ma ka dhonë që atë gjenin që shumë e kom një kongë, kërë kom kompozu. Ka qenë normalisht edhe Trebicka është tekst shkrusi, që ka punu tekstin jashtëzakonisht mirë. Në Kovera i përmena gjithë, orkestrën e përmena gjithë, Florentin e përmena edhe ekipin e përmena krejt një nga një. Kështu që pithojmë Kovera, mirë, po ajo mund të llogaritët një lloj albumin vetin, nga se e ka një punë pak ma ndryshe se Koveri. Koveri mund me dalë një, që 2% ty me punu, mirë, po kjo është punu seriozisht në studio. Ka miksim të mirë, ka në stil të një koncerti të studios është. Do me thonë, nuk është veç hajtë pibim do kongë, po jënë punume, jënë paramendume, në krejt formën që jënë të ndërtume, kështu që është një loj i albumit të vetin, nga se edhe si formë albumit, unë e kom shtype, kom shpërnda, e kom atë album të njerëzit. Në kja, për qenë muzika që po bëhet sot, në përgjësi? A jemi mirë, a jemi të jurujtë pak të në disa standarde? Qëre, tash mu më bo kritik në disa aspekte, po mu më bo edhe pozitiv. Jep ma pozitivitetin? Mirë, po pozitivitetin ka njerës që po bojnë kongë bukra, nëse folin në aspektin pozitiv. Ka njerës që po mundohen jashtëzakonisht shumë me bo kongë të mira. Tash, nuk mund është asë një kongë e mi thonë që dikush ka bo diçka keqe, për shkak se dikush e pëlqen. Absolutisht. Shija relative. Shija relative. Për shembull, dikush që mu mund me pëlqy një këngëtar tjetër hiç se pëlqen. Dikush që pëlqen një këngëtar tjetër mu s'do as me pa. Për marim shembull. A ka muzikë të keqe në ke? Muzikë të keqe mund me pas. Po, mund me pas. Muzikë të keqe mund me pas. Mirë, po dhe qatë keqen, del dikush e pëlqen. Tash për qatë arsye nas mujna me thonë, valla keq. Dikush mund me dasht për shembull, tash nas mujna me thonë, pse ai po bën tallava? Unë se boj. Tallavan me bo ata që ju takon, për mu është në rregull. Bravo. Edhe të gjojme me knacin më të madhe. Ata tu e këndu, po jo diçka që s'është e jona. Që s'është e jona. E jona me këndu. Jo, po dhe nëse s'përshtatët. Si, për shembull mu s'përshtatët. Edhe tash unë nuk muj me dalë jashtë lëkurës. Unë muzikën popullore e boj pa kufi. Boj dasma, muzikë, edhe kur shkoj në dasma nuk i këndoj këto të letat. Ta full në realitetin, mirë, po ndasëm boj muzikë popullore të Mirfield. Po prej minutit parë, deri kur prej torta nuk ka ty mullë. Të unë turbo atmosfera. Mirë, po unë këndoj popullore.
Që po thu, dikush e din mirë edhe tallava, nuk kom në kundër. Mirë, po mu së më pëlqen, edhe unë nuk muj me bo. Është shumë e lehtë kjo punë, ama nuk muj me kritiku. Jo, unë them ata që ju takon me knu dhe që e knojnë që është e tyne, është e burimore, e tyne shpirtnore, le të knojnë. E kanë derën e hapun edhe ata që e bojnë tamam. Që din me bo, që e ka një farë marifeti edhe tallavaja. Unë kom përmend edhe njëherë, nëse shohim prej ka kartë, prej vendeve që kartë, ajo është një farë lloj kombinimi, unë e do bende që i kom po në përdo Bulgaria, në përdo, po më dojnë për YouTube, që ajo është mas pak ti tallava, do më thonë, më është me thonë, më është me thonë jazza, më është me thonë swinga, më është me thonë shkadushtu, i met pa men, bojnë ka 12 veta muzikë. Mirë po është e tyne që po thua dhe bojnë bukur e bojnë, edhe pse s'na pëlqen neve, po e bojnë bukur. Unë pëlqen muzika shqipe, mbi gjitha unë jem shqiptar, gjaku jem rjetë Shqip, e do në muzikën popullore, do në konkre vjetra qytetare, unë ngoj krejt gjuhët e botës, pa keq kuptime. Absolutisht. Krejt gjuhët e botës. Mirë po fillimi edhe mbarimi i asaj që kam pëlqen mua Shqip. Edhe kom qef na me rrujt na shqiptar këtë. Pyetja e fundit në këtë cilat trejeve muzikës shqiptare të pëlqen më shumë ti që ushtron me edhe Mu bo shumë i sinqert, mu pëlqen këngët e vjetra qytetare, kryesisht korçare, shkodrane. Edhe na i këndojmë. Shqipëria mesme? Shqipëria mesme, muzika popullore e Shqipërisë mesme pëlqen. E jugut është shumë e veçantë, shumë interesante, po nuk na therr neve veriorëve. Se nuk e njohim na atë. Nuk e njohim, na nuk dim edhe me vallëzu ato në Kosovë, po edhe me kënu s'dim. E kënojnë në Kosovë do, po se kënojnë bukur. Ata të jugut Shqipënisë që i këndojnë shumë bukur. Mirë, po neve shka na flen është muzika e Shqipërisë mesme. Nëse flasim për muzikën popullore, është shumë e bukur, shumë e këndshme. Edhe me njerë në nëngjitet, edhe e valzojme. Normal, të hynë edhe, tash edhe në Kosovë i kena përthuj se në gjyren e njajtë. Për shamu këngët e vjetra qytetare i ka Prizreni, është jashtëzakonisht shumë që këndu është festivali i këngës vjetra qytetare, kryesisht baza në Prizren. Mirë, po Gjakova e ka muzikën popullore, që e kënojnë mas bukrin është ta. Edhe na kënej, do më thonë, e kemi një farë, po në fund ditës na jemi një. Njëme një, absolutisht. Këngët e Shqipërisë mesme në Kosovë kena për zemër. Edhe kjo është e ditme, do më thonë. Po, une, nëse më shtin mi do të dyat, këngët e vjetra qytetare, korçare, të më jonë ato që mu më flajnë edhe mi kënu, po edhe mi ndje. Se i kanë tekstës shumë melankolike, i kanë shumë tregime. Ka rëfim. Kanë temë renda, i këndojnë shumë dashurisë, i këndojnë shumë një romantike dashurisë. S'ka thonë badjava në kë o korçare o heqfare. O korçare o heqfare. Faleminderit për kohën shumë në kë. Ishte knatësi edhe... Vazhdo puna, se për do kësh e kini fa recepti për s'pejep, që s'po plakësh. Jo, valla, unë e peshot ndryshe. Ja, Marana nuk e di, për jashtë jenë regull. Karisëria ato. Inshallah jemi regull. Faleminderit shumë për ftesën. Knatësi, faleminderit shumë. Knatësi edhe gjithë shikuesve do të shadash të juroj këtë mirat këtë vit. Po saqërisht mas Ramazanit, Bajramit, ta kënë deri në fund të vit, ta kënë një vit të bukur, një jetë matë mirë, edhe inshallah i plotësojnë dëshirat që i kanë njerëzit në këto kohëna. Faleminderit shumë. Faleminderit.